Si arrita unë të shëndroja këta dhëmbë të verë dhe pa shkëlqim në një rezultat komplet tjetër, të bardhë dhe plot shkëlqim në vetëm 2 javë. Dhe jo, nuk bëra zbardhim dhëmbësh. Këtë rezultate kam arritur vetëm me një pastë dhëmbësh. T'ju them të drejtën, nuk besoj shumë në teorinë që një pastë dhëmbësh mund të shëndroj komplet pamjen e buzëqeshjes tënde. Më dilte shumë shpesh që e reklamonin në Big Brother. Kur e pash u futa pak tek faqja zyrtare e Herbadent.al. Me sa lexova ishte një pastë me bazë bimore e përbërë nga 7 bimë të ndryshme. Logjikisht, pastat me bazë bimore e kanë efektin 5 fish më të lartë se sa pastat normale. Kishte pasta të llojeve të ndryshme për mishat e dhëmbëve, për zbardhim, për fëmijë të vegjël, për aromën e keqe të gojës, por ajo që po kërkoja unë ishte një pastë për zbardhim dhëmbësh. Dua ta shmangsa më shumë zbardhimin tek dentisti. Veç pastave ka dhe furça. Unë bleva dhe pastën dhe furçën. Unë këto i bleva tek një farmaci në Vlorë, kështu që besoj ka në çdo farmaci. Ikim në shtëpi dhe i testoj. Kjo këtu ka qenë dita ime e parë që provova pastën. Dhe ky formati që kam unë në video është për zbardhim dhëmbësh. Bëjeni screenshot çfarë do bëni. Doja që të kisha këtë kombon e fuqishme mes pastës edhe furçës. Pasta më kushtoi 10.000 lekë të vjetra, ndërsa furça më kushtoi 5.000 lekë të vjetra. Do thoja relativisht shumë lirë për një pastë me bazë bimore. Nëse pastën nuk e gjeni në farmaci, mund ta porosisni në Instagram tek faqja Herbadent.al. Ky është rezultati vetëm ditën e parë. I lani dhëmbët rregullisht, kujdesuni për higjienën tuaj orale dhe pas 2 javësh do keni rezultatin që pat në fillim të videos.